Përshëndetje të nderuar, Selamu alaikum, paqe e Zotit qoftë me ju. Takohemi përsëri në këtë mot me diell e të mrekullueshëm, me një mot të jashtëzakonshëm, temperatura të këndshme, 32 gradë në Zvicër sot, jashtëzakonisht mirë, një kohë, një mot i shëndetshëm, por ja që ka njerëz nga ata të cilët janë ankues, të cilët nuk dinë tjetër gjë përveç se të ankohen. Edhe pse, sipas kalendarit të vera akoma nuk ka filluar, fillon me 21 qershor. Dhe akoma nuk jemi në 21 qershor, apo? Por ja kanë filluar shumë nxehtë, nuk dilet jashtë, nuk durohet ki nxehtë, sidomos atje te ne, poshtë në vendlindje, Maqedoni, Kosovë, Shqipëri. Harojnë të shkretët se Zoti ashtu prej ka bo, se duhet bereqetet e Zotit të piqen. Allahu ka kriju me fruta, pemë, perime, të cilët kanë nevojë edhe për ujë, edhe për mot me diell, edhe për dritë, edhe për shi, edhe për lagështi. Por më thuani ju mua, si do të piqet gruni tani, elbi, tërshëra e të tjera, kur në natyrë, ose sipas jush, duhet Allahu, Zoti i gjithësisë, të veprojë sipas apetiteve të njerëzve. Nëse paradite kanë nevojë për shi, që dërgoj shi, që çoj shi, që lëshoj shi nga qielli, e nëse pas dite kanë nevojë për diell dhe dalin të shkojnë nëpër pishina, atëherë që lëshoj diell sa tjetë mundshme më shumë, e t'i kenë temperaturë 35 gradë, se ato do të bëjnë plazh, do të dalin të notojnë e të shkojnë nëpër pishina. Por fatmirësisht, e them unë, fatmirësisht që Zoti e ka në dorë gjithçka. Dhe gjithçka është në duart e Zotit. E wallahi, ju betohem pasha Allahun një, Zoti e di mas miri për çka kemi nevojë ne. Ju duhet vetëm ta imagjinoni gjeneratat e vjetra sikur unë, ose edhe më të vjetra, ose më pleq, të cilët tani kanë 50 plus, 55 plus, dhe janë pleq, apo? Dhe që kanë përjetuar, apo unë mbaj mend si fëmijë, si i ri, se kemi kohër me drapën, kemi kosit me kohës, gjithçka, edhe drithin, edhe grunin, edhe elbin, edhe tërshanën, edhe thekrin, krejtat, me kohës i kemi përgatit. Dhe askush kur është qu në mëngjes, e ka pas vetëm një breng, të jetë shëndosh dhe t'i grah fushës, e t'i grah punës. E askush nuk e ka ditë, se nuk ka pas internet, nuk ka pas kësi lloj teknike, që të ta jep prognozën e motit një javë përpara, çka do ndodh një javë pas, ose nesër, ose pas nesër. Kjo nuk ka ekzistuar deri vonë. Por askush nuk është ankuar. Ndoshta është ankuar dikush që ka pas ndonjë problem me shëndetin, por ata që kanë problem me shëndetin, ata mund edhe ndryshe ta organizojnë jetën e tyre. Të rinë nëpër hije, të mos dalin shumë të ekspozohen në diell, e kështu me radhë. Por njerëzve të shëndosh, më besoni, dielli, nxehtësia, temperatura, të cilën e vetë Allahu e ka rregulluar në atë mënyrë, sipas territoreve, sipas gjeografisë që e ka krijuar në botë, që i ka ndarë kontinentet e shtetet e vendet, që i ka pajisur me bimë, me pyje, me lumej, me liqenj, me detra. Wallahi, ai, Zoti i gjithësisë, ore e di mas miri për ne çka është mirë. Dhe Allahu në thot në Kur'an, në thot në Kur'anin Fisnik, për ju nuk dua vështirësi, për ju dua lehtësi. Allahu neve nuk dëshiron të na e vështirësojë jetën, qoftë edhe nëpërmjet temperaturave të larta. Dikush del edhe në mënyrë paushale ja fut atje.
Sot është nxehtë, nuk dilet jashtë, kokën nuk mund ta nxjerrësh jashtë, ore në ti nuk mund kokën ta nxjerrësh jashtë. Rri brenda për vetveten. Po unë të tregoj se ne si fëmijë kemi shku në fushë bre, kemi kosit, kemi mbledh atë jonxhën, atë livadin, atë sanën, atë barin, e kullosën si dush thuj, e kemi bërë denga dhe e kemi ngarkuar në shpinë dhe e kemi bartë. 3 pleq. Unë e kam pas kënd të shtrihet. Plus, edhe një gjë me rëndësi, për ju ankues artificial, që e keni arrit sot një standard dhe po ankoheni dhe për gjëra që nuk keni absolutisht të drejtë. Ju duhet një gjë të dini, se vallai deri para 50 viteve, nënat tona, baballarët tanë, gjyshërit tanë, kanë korë me drapën e kohës dhe kanë agjeruar. Edhe njëherë, kanë agjeruar muajin e Ramazanit. Nuk e kanë prish Ramazanin. Kanë kosit, kanë bërë korje shirje, i kanë mbledh bereqetet, i kanë punu bereqetet, i kanë prashit bereqetet, i kanë vadit ata natë e ditë, kur kanë pas mundësi, se nuk kanë pas mundësi gjithë një ditën. Unë e kam mbrin kohën, kur ne kemi vadit, kemi ujit edhe natën, sepse nuk ka qenë kjo kohë sotme, që vendet tona janë shprazur nga njerëzit. Të gjithë kemi qenë atje, rrallë dikush ka qenë në gurbet. I kemi punuar tokat që kemi pas, të gjitha. Të gjitha, nuk kemi lanë as 1 centimetër tokë në fush, në ara, pa e punuar. Pa e mbjell, pa u kujdesur që të vi koha ti mbledhim, të bëjmë korjen, të bëjmë shirjet e kështu me radhë. Dhe nuk kam pa njeri që të ankohet. Prandaj edhe ju që ankoheni, nuk keni bre të drejt, shqyr thoni edhe ju, unë them gjithnjë. Lavdërimi dhe falëndërimi i takon Allahut, Zotit një, atij të gjithdijshmit, të plot fuqishmit, që e ka rregulluar këtë univers aq mirë, aq në harmoni, sa që ky univers shiqir që nuk mvaret nga ne. Po sikur universi të mvaret nga unë, e unë simbas qefit dhe apetitit tim, ti rregulloja punët në natyrë, në kosmos, çka do të ndodhte? Një kaos i vërtet. Prandaj mos ankoheni o njerëz, sepse Zoti çon edhe diell, Zoti lëshon edhe nxehtësi, ngrohtësi, sepse frutat, bereqetet, pemët, perimet, bimët, gjallësat, insektet, njerëzit, kafshët, shtazët, të gjithë bre kanë nevojë edhe për shi, kanë nevojë edhe për erë, për frymë, kanë nevojë për ajër, kanë nevojë për diell, kanë nevojë për lagështi, kanë nevojë për thatësi, për gjitha. Dhe falë Zotit, të gjitha këto janë të rregulluara në mënyrën më të mirë të mundshme, nga ana e Zotit të gjithësisë, nga ana e krijuesit të gjithësisë, i cili ka krijuar gjithçka dhe e ka vendosur në harmoni të plotë. Edhe një herë, gjithçka është në harmoni të plotë, edhe atëherë neve kur na duket dhe kur kemi ndoshta ndonjë ndjenjë se nuk mund të e durojmë dot, a e keni vërejt se mund të durojmë? A e keni vërejt se Zoti i gjithësisë e përshtat terrenin një kohë më parë, që ne t'i përshtatemi edhe rritjeve të temperaturave? Unë mba mend që kur kam ardhur në Zvicër para 37 viteve, në Zvicër, në mes të verës, më shumë binte shi se që kishte rrezë dielli. Por sot ka ndryshuar gjithçka. Dhe në Zvicër ju keni temperatura ndonjëherë edhe deri në 39 gradë Celsius në verë. Dhe njerëzit çka? E mbijetuan këtë. Po t'i pyesi para 30-20 viteve, ja, në Zvicër çka? Do të vdesin të gjithë. Jo, mor, jo. Nuk e ka bo Zoti që ne të vdesim. Sepse temperatura në Arabi
me gadishullin arabik. Kur unë e kam kry haxhin në vitin 2016, ka qenë shtator. Në muajin shtator unë kam qenë për hax në Mekë dhe Medinë. Temperatura ka qenë jashta 52 gradë. 52 gradë Celsius. A e dini ju për e njerës se përveç atyre që kanë probleme me shëndetin, dhe dorë në zemër, kush ka problem me shëndetin do është diçka tjetër. As kush tjetër nuk vonë nga kjo. Sepse temperatura dhe trupi i njeriu përshtaten brenda ndoshta disa orëve dhe ju e përjetoni temperaturën pak, ndoshta do t'ju vej pak më nxehtë, por unë tërë kohën bëja tavaf në Qabe dhe tërë kohën kur kisha mundësi unë ecja në për rrugët e Mekës, po ashtu edhe kur shkuam në Medinë. Dhe nuk i kam pas unë 30 vjetë, as 25, as 37, as 20, po i kam pas 54, 55 vjetë. E keni parasysh? Prandaj, ju nuk mund të keni problem nëse shëndeti juaj është në rregull. Dhe prandaj, mos u ankohuni, o njerëz, falenderoni Zotin, i cili me madhërinë e tij, me gjithë diturinë e tij, me gjithë urtësinë e tij, din dhe e ka rregulluar çdo send në harmoni me të gjitha kushtet, me të gjitha elementet, me të gjitha sfidat që mund t'i kanosen njerëzimit, dhe ato vazhdojnë sipas programit të Zotit. Dhe wallahi, Allahu asgjë nuk bën kundër nesh. Gjithçka çka ka krijuar e ka krijuar që ne të jemi të kënaqur. Por atë që ne ja bëjmë vetvetes nuk na shpëton as Zoti dot. Dhe ne jemi ata të cilët jemi shkaktar që e kemi prish ambientin njerëzor, që e kemi prish florën dhe faunën. Nuk na e ka prish Zoti. Zoti nuk na e prishën asnjëherë. Prandaj, kush i pret drujt me pa të drejtë? Kush i shkul drujt në mal me pa të drejtë? Kush nuk i ripërtrin ata? Sepse është obligim që ta shkulësh, që ta presësh një dron, për duhet ta zaventësosh me një tjetër të ri, sikurse që e shihni këtu në Zvicër. Shikojeni. Gjithçka rregullohet dhe gjithçka riparohet përsëri. Dhe ky riparim duhet të bëhet nga njerëzit. Është shteti ai i cili i rregullon këto punë. Ai i cili e parashikon programin e zhvillimit malor pyjor dhe punëson njerëz të aftë e kompetent, të cilët këtë punë do e bëjnë dhe janë duke e bërë. Dhe këta druj, këta pyje, këtu në Zvicër, japin kontributin e tyre pikës pari për pastrimin e ajrit, oksigjenit dhe azotit. Pra ajo fotosinteza që e kemi mësuar në shkollë, në ato librat e biologjisë të klasës së 7, 6, fillore, është po kjo. Dhe neve nuk në ka faj Zoti, Zoti e bën punën e tij dhe do e bëj punën e tij për aq kohë përsa ai e ka vendosur që kjo botë, që kjo tokë, në të cilën e jetojmë ne, dhe të cilën ai thot në Kur'an se ja u kam bën shtrat për jetesë, duhet ne të kujdesemi. Sepse dielli i Zotit, kjo drita, shikoni, ja, që dëpërton edhe nëpërmjet këtyne drujve që kanë nga 100 metre, që janë të lartë. Por që drita e diellit, rrezet e diellit dëpërtojnë brenda. Dhe drita e cila dëpërton, që Zoti e ka rregulluar që të dëpërtoj, që të ekzistoj sot dhe të ketë sot temperaturë 32 gradë. E javën që pritet, javën e ardhshme, thuhet se në Zvicër do të arrijë temperaturët deri në 38 gradë.
Por Zoti këta të gjitha i ka reguluar dhe i ka harmonizuar, që njerëzve nuk do t'ju bëj dëm, asgjësi, përveç atyre të cilët kanë probleme me shëndetin, por ata e kanë rrugdaljen. Ata nuk duhet të dalin të ekspozohen në diell dhe temperatura të larta. Ata le të freskohen, le të rinë në përhije, le të rinë në përhapësira ku është fat. Por njerëzit e shëndosh nuk i ndalon asgjë. Nuk jam rrit unë dhe ju nuk jeni rrit në për planete tjera. Ju që i keni sot 60 vjet, 70 vjet, 80 vjet, ku jeni rritur ju? Më tregoni, ku jeni rrit? Në çfarë Kosove, në çfarë Maqedonie, në çfarë Shqipërie jeni rrit ju? Në çfarë Luginën të Preshevës? Në çfarë Serbie, në çfarë Kroacie, në çfarë Bosnjë Hercegovine? Ku? Ku jeni rrit? Me çfarë temperaturash? Pse ora atëherë njerëzit nuk ankoheshin, por ankohen sot? A e dini pse? Ore sot i kanë të gjitha në rregull. Kanë kondicionera në për shtëpi kanë vendosur. Pse e vendos kondicionerin? Pse vendos klima anlage, thuhet gjermanisht. Kondicioner, ju se i thoni në shtëpi. A që në vendlindje, me kondicionera, me klima. Pse? Pse keni vendos klima në për xhamia? Ku 5 minuta falet namazit dhe duhet shkosh në shtëpi. Hec, dil. Shko. Baba im. Baba i babas tim. Stërgjyshi im. Nuk ka fal me klima në xhami, bre? Unë kam mësu si fëmijë në xhami me bata, me lastika, me çizme. Kemi shku, kemi marrë mësim besimin dhe kemi shku në shtëpi. E kemi pas një shporet me dru, që jemi ngrof dimnit. Efendiu na ka mësu, hoxha i nderuar, kemi shku në shtëpi. Baballarët tanë, etërit tanë, janë falë në për xhami, nuk kam pas klima. Sot njerëzit janë përvos, kret, prej çalamit, prej asaj që kanë tepër, prej tepriqës që posedojnë, dhe vetëm ankohen. Zoti ka ngel bre me ne, wallahi billahi, po e përsëris, Zoti i madhnueshëm, krijuesi i gjithësisë, ka ngel me ne njerëzit. Ne nuk duam as shi, ne nuk duam as lëgështi, ne nuk duam as temperatura të nxehta, ne nuk duam as diell, ne nuk duam as re, as mjegulla, as erë, as frymë. Ore, Allahu i di be këto punë, ai be i ka krijuar, ai na ka krijuar neveve dhe i ka krijuar gjithë këtë univers, që nuk ta kaplon syrive, po nuk e ka krijuar kot dhe nuk është i rastësishëm, ashtu si është. Zoti e ka parapabe ata. Mos e çaj bre ti kokën se je mikrop i vogël, mikroorganizëm je, në krahasim me atë që ka krijuar Zoti i botrave, mikroorganizëm. Dhe mos e çaj kokën o njeri. Ti vetëm duhet të mendosh pak, vetëm pak. Shtije pak menden në mendim, në kujtim. Mendohu pak, ndalu, stop, dhe mendohu. Baba it, gjyshi it, stërgjyshi it, gjyshja jote, stërgjyshja jote, si ka jetuar. Dhe mjafton, atë kalon ajo trashëgimi se ankuar ka qajt, ka dalë për jashtë dhe, o Zot, pse me na çove sot që ka diell të madh? E së ndalëm në jashtë. Po nesër çka ka kërkuar? Nesër ka dalë gjithashtu ankuar dhe ka thonë, si vjet nuk dul vera. Kjo vera si vjet nuk e ka, mendën në vije. Kështu folni ju. Çdo herë unë i ndëgjoj çikto fjalë përsëritën tash e sa vjet. Që si vjet vera nuk e ka, mendën në vije. Allahu i madhnueshëm ka ngel me ne. Pastaj çka? Si vjet ki dimni nuk e ka, mendën të soset, ftofti i madh. Pastaj çka? Kjo pranvera, gjithë kishi që ja ka fillu të bjerë, do të na kalben bereqetet. Ore, ndonjëherë do të kalben. Ndonjëherë Allah do të çojë dhe breshën dhe të shkatroj bereqetin që ki të vetëm. Por e di pse? Për arsye se Zoti dëshiron të të sfidoj, të dëvë në provim. Edhe njëherë, Zoti neve na vendos, ose na nxjerr para provimit. Që të sprovohemi bre. Pra ti nuk mund të provohesh. Dhe nuk mund të sprovohesh, më fal, nëse paraprakisht nuk je provuar.